Por në rreth partë kërkojmë që të na lirojnë djalin që na i kanë marrë pa arsye fare brenda. Nuk e dim arsyeën pse na i kanë marrë brenda një herë. Kur dikushi mund të jetë i lirë ande nga është, tjetri ai që ka është në konsiderat. S'ka arsye pse ta marrin atë. Kur gjer para një ore neve ishim bashkë atje dhe nëse duhet na marrin e neve. Ja ku jemi neve këtu. Na marrin të gjithëve bashkë dhe veme ne e përfaqësojmë të njëjtën gjë. Debate bëjmë ne atje. Nuk është se bëri vetëm ai. Edhe ne ishim në debate si punë ata. Nëse s'bën debate, pastaj bie që kot fare që se këtu në neve kot po s'bëre debate këtu nuk dëgjon njeri. S'kemi nuk dim si ta gjejmë Terezin me valla. Po s'bëre debate këtu i bie që kot që i flasim këtij krau te hiç, i flasim ande hiç fare. Si mund ta bëjmë gjën? A u ndihet të provokuar sot nga këshilltari Engjëll Shyti? Po shumë të provokuar më burr. Po shumë të provokuar, po nuk kemi e bukur fare është nuk u bëm shok, se po të ishim bërë shok. Unë si Genci, personalisht si Genci, po të isha atje në atë kohë se dola jashtë. Po të isha atje brenda, nuk e di çfarë do bënje. Kaq po them, nuk e di çfarë do bënje. Mendon se po tentojnë të trembin? Po për të trembur, unë nuk e ve fare se ve fare në refrenin këtë gjë për të trembur, po nuk kam Terezi fare për të trembur. Për mua nuk ka trembi njërë. Thjesht fare unë jam Genci edhe mbaroj filmin. Pyetja ishte me ndalimin e Kevit, apo tentojnë t'ju trembin që ta lini këtë çështje, kjo ishte pyetja. Po me sa e shikoj unë po, i bie që ka trembje këtu. Që duan që neve të na presionojnë me këto arrestimet e këtij apo të atij. I bie që na presionojnë në këtë Terezi. Unë kështu e shikoj për vete. Për mua quhet presion. Kur zunë djalkën që ai që biles shumë i angazhuar për punën e komunitetit të Çoravës, i bie që po represioni është e ky. I bie do vazhdojmë, nuk mund ta lejmë fare, nuk e lejmë gjekundi. Ne ja ku jemi sot në këtë moment që jemi këtu, jemi për atë arsye jemi këtu, që nuk e lejmë. Djalë nuk e lejmë jo. Zbedllaf që ta lejmë. Mendoni që shkelur ligji me arrestimet? Po shumë i shkelur, po me të katra kembet kur i thonë. Me të katra kembet, me të katra kembet. Ne nuk e dim se çfarë bëhet. Pastaj ne nuk po e bëjmë qaf. As punë po u kërkojmë, as gjë për gjë. Përkundrazi, kërkojmë drejtën tonë. Të mos na lejnë të gjetë në punët tona, të rrim. Na është arrestuar një fshatari tonë, shoku tonë, pa të drejtë. Kur këshilltari e provokon në maksimum, i ze në gojë zotërisë në fjalë, i thotë ti ne ke motrën tende, shkoj thoj motrës tende këto fjalë që ai nuk i përdori ato fjalë. Kur tjetër të cënon nga familja, çfarë duhet bësh për shembull? Ti thuash po faleminderit, mirë ma bere. Çfarë u tha? Në fund të fundit atë që janë ashtu u tha. Tërë të shitur ishin aty brenda edhe me të drejtë ja u tha. Këshilltari ndërkohë nuk është shoqëruar nga policia. Po pikërisht ne për këtë punë jemi. Pse nuk shoqërohet ai fajtori, po shoqërohet ai që si ka kusur. Domethënë ky shtet kështu na do neve. Të fshi stapën, si punë aty edhe në veç marrun përpara edhe ti drejtoj ku doj. S'ka Terezi ta marrë një djalin. Brenda, se çfarë apo